Në një atmosferë festive dhe të mbushur me emocion, shkolla jon kremtoi 100 vjetorin e themelimit. Në këtë ceremoni morën pjesë figura të rëndësishme të komunitetit dhe arsimit, mes tyre kryetari i Bashkisë së Kavajës, drejtori i AKP-s, deputetja e zonës si dhe një numër i madh ish-nxënësish, mësuesish e ish-drejtorësh, të cilëve ju akorduan certifikata mirënjohje për kontributin e tyre të vyer në historinë e shkollës. Të nderuar teleshikues, si të shihni, ne sot kemi ardhur në shkollën mesme profesionale Golem, aty ku para 60 vjetëve kemi filluar studimet, dhe këtu unë jam bashkë me profesor Fetan, realitin si 3 ish-nxënës. Sot do të bëhet një aktivitet i madh me rastin e 100 vjetor të shkollës. Na ndihni gjatë aktivitetit. Aktiviteti u qel me fjalën përshëndetëse të drejtoreshës së shkollës Matilda Çanaku, e cila theksoi rëndësinë e këtij përvjetori dhe rolin që ka luajtur shkolla në edukimin e brezave ndër vite. I nderuar kryetari i Bashkisë Kavaj, i nderuar drejtori i përgjithshëm i AKPA, e nderuar zonja deputete e zonës, të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të institucioneve bashkëpunuese, të dashur koleg, nxënës, ish-nxënës, familjar të tyre, prindër dhe miq të kësaj shkolle. Unë dua ta nis fjalën time hapse me fjalën e bukur përshëndetëse shqiptare Tunja Tjeta, e cila ishte fjala e parë e bukur në gjuhën shqipe që misionari amerikan Charles Telford Erickson do të mësonte, të shkruante dhe ta shqipronte në ditët e para të mbërritjes së tij në Shqipëri. Ishin vitet e para pas shpalljes së pavarësisë, vite kur vendi kishte vërtet nevojë për rimëkëmbje, dhe sipas misionarit amerikan, rimëkëmbja e një shteti vjen nga një arsim cilësor dhe një arsim cilësor profesional. Pasi vizitoi shumë qytete të Shqipërisë, nga Korça në Elbasan, nga Durrësi në Tiranë, Shkodër e tjerë, vendosi bashkë me mbretin e asaj kohe Zogu i parë, ngritjen e një korpusi arsimor bujqësor pikërisht në këtë vend ku ne jemi mbledhur sot. Pas shumë mundimesh dhe përpjekjesh, u ndërtua shkolla e vajzave dhe më pas shkolla e djemve. Me pak fjalë, Instituti Shqiptaro-Amerikan i Kavajës. Bashkë me shkollat u ndërtuan Konvikti, u ndërtua baza eksperimentale e cila kishte 300 hektar tokë, u ndërtua kinemaja e Golemit, u ndërtuan njësitë administrative të shkollës, e cila operonte edhe si qendër shëndetësore, ku mësuesit e higjienës së asaj kohe dhe të shëndetit i jepnin ndihmën e tyre për zhdukjen e shumë sëmundjeve të asaj kohë, siç ishte malaria dhe sëmundje të tjera, shërbime të cilat vinin edhe si pasojë e investimeve të shumta që mbuloheshin me fonde që vinin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht Fondacioni Rockefeller, Fondacioni Near West, si dhe nga fonde që vinin nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të asaj kohe, Herbert Hoover, të cilët kishin si qëllim çrënjosjen graduale dhe prapambetjen graduale shekullore që kishte Shqipëria. Të nderuar deputetë e zonës, të nderuar përfaqësues të ambasadës amerikane, shumë të nderuar profesor dhe ish profesor, të nderuar nxënës,
është një kënaqësi e imja personale që të jem këtu në këtë moment, në këtë 100 vjetor të shkollës Charles Telford Erickson dhe si drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që mbulon arsimin profesional. Dua të them që kjo është një nga shkollat më të veçanta dhe më historike që ne kemi në sistemin e arsimit dhe formimit profesional. Kjo shkollë u themelua në vitin 1925 pas vizionit të një personaliteti të jashtëzakonshëm si Charles Telford Erickson, një Amerikan që kushtoi jetën e tij Shqipërisë. Në kohën kur vendi jon ishte ende i brisht në shtetëformim, ai besoi se përparimi i Shqipërisë nuk mund të bëhej pa dije profesionale dhe dije praktike të fushës. Erickson besonte se arsimi profesional ishte themeli i lirisë dhe zhvillimit dhe se shqiptarët, përmes punës dhe dijes, mund të ndërtonin të ardhmen e tyre së sot. Në bashkëpunim me miq të Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara dhe me mbështetjen e Herbert Hoover, atëherë sekretari i Tregtisë e më pas presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u sigurua një donacion i cili shërbeu për ngritjen e themeleve të kësaj shkollës. Më pas Erickson arriti të mblidhte financime të tjera të shumta, të cilat bën të mundur themelimin e Institutit Shqiptaro-Amerikan të Bujqësisë në Golem të Kavajës. Ky institut, së bashku me Shkollën Teknike Harry Fulls në Tiranë, ishin dëshmitë e para të investimeve amerikane në Shqipëri dhe sollën një frymë të re në edukimin e brezave të rinj shqiptar. Gjatë dekadave të tjera, në vazhdim, kjo shkollë u bë vatër e mira agronomëve, veterinerëve, zooteknikëve dhe specialistëve të bujqësisë shqiptare. Ajo përhapte dije të reja, praktike moderne dhe një frymë të veçantë bashkëpunimi me nxënësve, mësuesve, po ashtu dhe bizneseve komunitetit lokal. Është për të vlerësuar dhe për të përmendur që Charles Telford Erickson nuk ndërtoi vetëm një shkollë, por ngriti një filozofi të re arsimore ku dija dhe praktika bashkoheshin për t'i dhënë të rinjve mundësi të përballeshin me sfidat e jetës, duke themeluar konceptet e para të arsimit profesional në Shqipëri. Bashk brezat është që edhe duke ndenjur mëson diçka. Edhe unë sapo mora vesh nga ca njerëz që din ndoshta më shumë se ne që historia ka filluar në Kavaj në 25-ën dhe pastaj në 32-shin ka ardhur në Golem, i shkollës 100 vjeçare të Golemit. Tani, Golemi i Kavaja janë bashkë. Unë kam avantazhin e madh që jam mbes edhe në Kavaj dhe në Golem, kështu që më takon që ti dalë borxhet dhe ti saktësoj dhe këto faktet historike. Për te këtyre është kënaqësi e madhe të shikosh që shkolla e Golemit, përpos një historie për të cilën u fol më parë, vazhdon dhe rritet, pati një rënje arsimi profesional në Shqipëri, i cili tashmë ka marrë ktesën e rritjes. Këtë vit, duke biseduar me drejtoreshën, di që janë hapur 5 vite të para në shkollën profesionale të Golemit, nga 2 që ishin vitin e shkuar, kështu që një falënderim i madh është për të gjithë prindrit të cilët besojnë tek fuqia e arsimit profesional. Industria e turizmit në Shqipëri ka nevojë për njerëz të mirë formuar dhe arsimi i mesëm profesional është një nga mundësitë më të mira. Unë me shumë krenari do të them që jam edhe motor e një nxënësi të kësaj shkolle, ku më është bërë shumë qefi që i vrapa ka të dëgju fjalën për t'ju bashku një shkolle profesionale, sidomos shkollës Golemit. Kam qenë dhe më përpara të shkolla dhe të pakta janë ato vende në Shqipëri ku ti mund të bësh arsim me pamje nga deti. Kështu që shkolla e Golemit, përpos të gjitha vlerave profesionale që ka dhe shumë komoditet për ata që e zgjedhin. Përshëndetje të gjithëve, një kënaqësi e veçantë që jam sot këtu në këtë shkollë mrekullueshme. E tha Ilva, tha dhe profesorët që shkolla në 1925 ka filluar në Kavaj. Çdo gjë e mirë fillon nga Kavaja. Pra shumë gjëra fillojnë nga Kavaja. Shumë gjëra që kanë kontribut për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë kanë filluar nga Kavaja. Kështu që faleminderit. Faleminderit shumë. Unë mund të flas edhe pa letër, por për respekt protokollit do të mbaj një fjalim. Të dashur drejtues, ish drejtues të shkollës, njerëz mrekullueshëm me vlera që keni drejtuar shkollën ndër vite,
të nderuar profesor, mësues, të nderuar drejtues institucionesh, nxënës të kësaj shkolle, aktuale dhe ndërvite, shumë e nderuar drejtoresha, e cila këto vite ka bërë një punë shkëlqyer në shkollë, dhe gjithë na ka bërë krenar. Në emër të gjithë qytetarëve të Kavajës dhe të Golemit, dëshiroj t'ju uroj mirëseardhjen dhe t'ju shpreh mirënjohjen për këtë pjesëmarrje kaq kuptimplot. Shkolla profesionale Charles Telford Erickson është një krenari për të gjithë trevën e Kavajës dhe patjetër një gur i çmuar në historinë e arsimit shqiptar. Në një kohë kur Shqipëria kishte nisur ekzistencën e vet dhe kishte nevojë për dritë dhe shpresë, një vizionar si Charles Telford Erickson solli këtu idenë e kësaj shkolle që nuk do të përgatiste vetëm profesionistë, por mbi të gjitha qytetarë të përgjegjshëm dhe si të tillë do duhet të duarin Shqipërinë. Ai e dinte mirë se arsimi është motori i zhvillimit, ura që lut të kaluar në të ardhmen, shpresa e vetme e një kombi që dëshiron të zhvillohet. Duke thënë këtë, ne kuptojmë edhe më thellë se duke kremtuar një shekull jetë të shkollës së Golemit, siç i themi ne, nuk kremtojmë thjesht një numër, por një histori të gjallë për 100 vitesh punë, 100 vite përkushtim dhe shërbim ndaj komunitetit, ndaj dijes, 100 vite devotshmëri ndaj Shqipërisë tonë të bekuar nga Zoti. Kjo është shkolla e mirë e nxënësve që janë zhderruar në mjeshtra të zanateve, në profesionistë të nderuar dhe shtylla të forta të këtij komuniteti. Kjo shkollë është shtëpia e qindra mësuesve të nderuar, heroj të heshtur që kanë dhënë shumë dhe meritojnë më shumë. Sot është një ditë për të nderuar dhe për të përulur me mirënjohje më të thellë për të gjithë ata mësues e nxënës që kanë bërë historinë e kësaj shkolle, duke kthyer atë në një institucion të vlerave dhe dinjitetit, pa kontributin e të cilëve sot mund të ishim këtu gjithë bashkë të pranishëm. Të dashur miq, 100 vite më parë Charles Erickson do të thoshte se arsimi nuk është thjesht mësim në libra, por është mjeti për të formuar njeriu që i shërben vendit të tij. Ky mendim është busolla që ka udhëhequr këtë shkollë për një shekull dhe quhet dhe duhet ta udhëheq edhe për shekujt që vijnë. Duhet sot të kujtojmë të dashur miq se arsimi nuk ka të bëjë me godina të bukura apo me slogane të gjetura. Arsimi është foleja ku edukohen qytetarët, ku mësohet dashuria për vendin, dashuria për punën dhe dashuria për të mirën, ku ndërtohet fatet e një kombi dhe një populli. Kur kjo folje të rritet dhe përkujdeset me dashuri, kombi forcohet, por kur lihet pas dore, kombi dobësohet dhe vuan. Një komb pa arsim të mirëfillt është si një folje pa zogj, e zbrazët dhe dështiruar të mbas. Nëse Shqipëria është vendi i shqiponjëve, atëherë Charles Telford Erickson ka qenë një shqipoj që u përkujdes për foljen e tij, një njeri që e deshi Shqipërinë me gjithë zemër dhe e bëri këtë në forcën e shembullit të tij. Sot, 100 vite më pas, ne jemi dëshmitar të suksesit të folesë së ndërtuar prej tij, por jemi edhe përgjegjës për të ruajtur e forcuar që brezat e ardhshëm të gjenë po aq të fortë dhe frymëzues sa i gjetën parazi tanë. Charles Telford Erickson dhe parazi e tij e pan shkollën si vendin ku brezat do të ushqeheshin me dije dhe shpresë, ku kombi do të gjejë forcën për të ecur përpara. Ky është mesazhi që na la trashëgimi dhe që ne kemi detyrën ta mbajmë gjallë. Të dashur nxënës, e ardhmja është duar tuaja. Ashtu si brezat para jush që u formuan këtu dhe ndërtuan rrugën e tyre me nder dhe ju sot mbani mbi supe përgjegjësinë dhe privilegjin për të ecur mëtej. Le të jetë ky 100 vjetor jo vetëm festë e skaluar, por edhe frymëzim për të ardhmen. Shkolla Charles Telford Erickson është zemra e Golemit, është krenaria e Kavajës dhe një pasuri e çmuar e gjithë Shqipërisë. Gëzuar 100 vjetorit, qofshin edhe 100 vite të tjera me dritë, dije dhe zhvillim. Faleminderit. Tash kam kënaqësinë të ftoj drejtoreshën për të si kryetari i Bashkisë Kavajës bëra minimumin tim për të bërë mirënjohje të qytetit Kavajës, shkollën Telford Erickson. Kështu që është minimumi që mund të bëj për këtë shkollë, për këtë institucion dhe një mirënjohje për të shkollë për gjithë kontributin që ka dhënë në arsimin shqiptar, por edhe në zonën e Kavajës. Kam kënaqësinë t'ia dorëzoj këtë certifikat drejtoreshës së shkollës Natyr Nacionale. Për disa persona që kanë dhënë kontributin e vet për këtë shkollë, por edhe për një profesor që këtë vit më ka dalë në pension, që më vjen shumë keq, edhe të parin do thras profesor Luan Xhevizi se
Sot, domethënë është dita e parë që ai nuk më vjen sot në punë, po më vjen thjesht si ish profesor. Hajde profesor Luan. Ajo që mbillet me dashuri, rritet me përkushtim dhe lullzon me dije, shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson, me rastin e 100 vjetorit, ka kënaqësinë të shpreh mirënjohjen e thellë për profesorin Luan Xhevizin, në shenjë vlerësimi për përkushtimin, profesionalizmin, kontributin e vyer në edukimin dhe formimin e brezave të rinj, me respekt veçantë drejtori Matilda Çanaku. Kjo certifikat mirënjohje shkon për zotin Lukan Tase, si drejtori më i vjetër i kësaj shkolle. Ja dorën drejtoreshës. Tash unë përfitoj nga rasti që më dhanë një certifikat, faleminderit drejtoreshës, që është organizatorja më e mirë që kam njohur deri më sot, bravo i qoftë, që na ndodhi të qenë këtu, dhe në veçanti ndodhi brezin e vjetër, të 60 vjetëve përpara që kam mbaruar këtë shkollë. Dhe kjo shkollë kanë fjalë shumë të mira, unë do them vetëm një gjë. Kjo është qendra e miqësisë ndërmjet nesh dhe Amerikës. Atëherë, me kënaqësi të madhe, thras ish nxënësin e kësaj shkolle zoti Fetaj Lezi, në shenjë vlerësimi, përkushtimi dhe profesionalizmi për kontributin e vyer në dhurimin e elementeve dhe parave dhe herbariumeve të vendosura në muzeun e shkollës. Shumë faleminderit zoti Fetaj. Shumë faleminderit dhe respekt për drejtuesit e shkollës. Të nderuar nxënës, një këshill thuhet që nëse doni punë të vështira t'i bëni lehtë, atë ndihmë gjeni veç tek mësuesit tuaj. Dhe së dyti, ma e mend një politikane shquar e vitit 70, e quajtur Golda Meir, thoshte punë dhe vetëm punë. Ju faleminderit. Urime, profesor. Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson, me rastin e 100 vjetorit, ka kënaqësi të shpreh mirënjohjen më të thellë për zotin Syria Hako, merr mirënjohjen nga ana e shkollës. Bashkia e Kavajës ka përgatitur kurora me lule për t'i vendosur në bustin e misionarit amerikan Charles Telford Erickson. Pastaj ju ftojmë të gjithëve të futemi në ambientet e shkollës, të bëjmë një vizitë në muzeun historik që stafi pedagogjik ka ndërtuar edhe në të gjitha ambientet e laboratorit që shkolla ka. Tashi ju përshëndesim edhe me një valle nga Shqipëria e Mesme dhe nga zona e Kavajës. Faleminderit.
Një moment i veçantë ishte nderimi i bustit të Charles Telford Eriskson me kurora me lule si një akt simbolik respekti për figurën e dijes dhe përparimit. Pas fjalimeve përshëndetëse të pranishmit, zhvillua një vizitë në ambientet e shkollës, ku u ekspozuan materiale historike, fotografi dhe dokumente që pasqyrojnë rrugtimin e gjatë e plotarritje të institucionit. Ceremonia u shoqërua me një atmosferë vlerësimi, reflektimi dhe krenarie për rrënjet dhe trashëgiminë e pasur që kjo shkollë ka lënë duke u kthyer në një pikë referimi të arsimit dhe kulturës. Dhe këtu jemi në ambientet e shkollës, profesionale, në golem, edhe për kabinetet. Këtu është një kabinet, me punime të nxënësve, me fjalë që janë të afishuar. Edhe do kalojmë në për kabinetet tjera. Gjithë stafit, por edhe të njerëzve dhe kontribuzve që ka dhënë dimensën e tyre për pasurimin e muzeut. Normalisht që muzeu ka nevojë edhe për më shumë elemente, por që do të vijojmë që t'i shtojmë pak nga pak. Atëherë, këtu është busti i Eriksonit, unë e kam ndërtuar para 5 vitesh, pasi shkolla u bë e re. I bëra bustin edhe ka vendosur jashtë, por që pjesën tjetër e ka vendosur brenda për ta strukturuar dhe këtë ambient dhe për të mbledhur gjithë elementet pasuror. Në këtë ambient është vendosur gjithë mësueset që kanë qenë gra, sepse u hap, siç e thash në fjalën time, ishte shkolla e vajzave dhe shkolla e djemve. Në shkollën e vajzave nga 1925 deri 38 ka kontribuar këto mësues. Sipër ka vendosur të gjithë emërimet që janë bërë në atë kohë nga Fondacioni NIR, të firmosura dhe të vullosura nga Hell, drejtor në atë kohë të asaj shkolle. Janë vendosur gjithë maturat e vajzave që kanë qenë studente në ato vite, të studioje vajza në arsim profesional nuk ishte pak, kështu që tu janë gjithë elementet e vajzave. Këtu kemi drejtoreshën e parë, mund të vini të afroheni. Këtu kemi drejtoreshën e parë të shkollës Emily Blinkton. Shkolla si fillim 25 deri 39 kishte emrin e Instituti Shqiptaro-Amerikan i Kavajës, pastaj mori emrin Teknikumi Bujqësor, pastaj ishte ylli i kuq, teknike bujqësore, agrobiznes, dhe në 2012 mori emrin Charles Telford Erikson. Në atë kohë, drejtori ishte zotëria San Shkreli, erdhën familjarët e Eriksonit nga Amerika, me kontributin e drejtorit, shkolla mori emrin Charles Telford Erikson. Faleminderit drejtor për ato vite.
Në 1939 është foto e Tefta Tashko Koçës që ka dhënë koncert në atë kohë në Institutin Shqiptar Amerikan të Kavajës. Këtu kemi emrat e drejtuesve ndër vite. Dashur teleshikues, si që thamë dhe më përpara, në hyrje, ne jemi si televizion këtu në shkollën mesme profesionale Golem. Dhe konkretisht jemi me drejtoreshën e kësaj shkolle, zonën Martina Çanava. Faleminderit që jeni sot këtu. Të dashur teleshikues, këtu jemi në shkollën e mesme profesionale Charles Telford Erickson. Është kënaqësi e madhe për mua që në rolin e drejtorit të shkollës të kremtoj këtë ditë të veçantë në këtë vit jubilej të 100 vjetorit. Shkolla kremton që në 1925 është nga më të vjetrat arsimit profesional në Shqipëri, e themeluar nga Charles Telford Erickson, i cili ia dedikoi jetën dhe familjen e tij çështjes shqiptare dhe arsimit shqiptar profesional. Në këtë shkollë studiuan shumë breza, nga më të mirët që ka nxjerrë Shqipëria dhe Instituti Shqiptaro-Amerikan i Kavajës dhe më pas teknikumi bujqësore, më pas ylli i kuqe, më tej agrobiznesi Golem edhe së fundmi Charles Telford Erickson, i cili mori emrin e shkollës. Breza studentësh që kanë dalë nga kjo shkollë kanë kontribuar në veprat e tyre, në arsimin e tyre, në të gjithë strukturat më të mira të vendit, kanë zënë të gjithë pozicionet më të mira për drejtim dhe për menaxhim të strukturave bujqësore blektorale. Këtu më vjen mirë që kam në krah një nga ish nxënësit e kësaj shkolle, siç është zoti Shefqet Hysa, i cili pasi mbaroi studimet e këtë shkollë, vazhdoi studimet në Fakultetin e Tiranës, në Institutin Bujqësor të Kamsës dhe ka dhënë kontributin e tij të vyer në të gjithë sektorët të drejtues që kanë patur nevojë, koha edhe atdheu. Unë falenderoj profesor Shefqeti që jeni sot këtu, që i keni dhënë vlerësimin maksimal kësaj dite, që jepni kontributin e juaj çdo ditë, por që ajo që mu më vjen shumë mirë ta them edhe një herë është që në një intervistë që unë ju kam parë, etiketimi që i bëj shkollës së Golemit ishte Havardi. Dhe për këtë unë të falenderoj edhe të jam shumë mirënjohëse për juve që keni kaluar, por dhe për brezat që do vinë. Dhe sidomos për brezat që do vinë, që të ndjehen krenar se ku po studiojnë edhe çfarë do të arrijnë nesër. Shumë faleminderit dhe shumë faleminderit juve që jeni sot. Atëherë ky ishte emisioni i sotëm të dashur teleshikues. Faleminderit për vëmendjen.